Uji i përroj të vrakës që buron i pastër nga malet është uji i ëmbël që do të thot i pishëm. Megjithatë, gjatë rrugtimit të tij rreth 10 kilometra deri liçenit të Shkodrës, ai ndotet rënd nga mbeturinat dhe inertet që hidhen përgjatë shtratit të projit. Një nga pikat më problematike është zona pranë urës hekurudhore të vrakës, aty ku kufizohen Bashkitë Shkodër dhe Malësi e Madhe. Në këtë vend prej vitesh hidhen pa kriter mbetje të ndryshme dhe materiale inerte, të cilat përzihen drejt për drejt me ujin e projit. Pamja është alarmante dhe për masat e ndotjes mund të konsiderohen pa hezitim si një krim mjedisor. Hedhja mbeturinave në një burim uji të ëmbël është një veprim plotësisht i dënueshëm. Kjo vatëndotje njihet prej kohësh si nga 2 bashkitë përkatëse, ashtu edhe nga strukturat e mbrojtjes së mjedisit të rajonit të Shkodrës, por ndërhyrja konkrete për t'i dhënë fund kësaj situate ka munguar. Proji vrakës nis rrugtimin e tij nga Bjeshkët me ujë të pastër dhe rrjedh qetësisht përmes fushave nga Maranaj deri në liçenin e Shkodrës, por pikërisht këtu tek ura hekurudhore ai detyrohet të kalojë përmes stoqeve me mbeturina dhe inerte, duke u kthyer në ndotje që rrezikon jo vetëm ekosistemin, por edhe shëndetin e banorëve. Kjo mënyrë sjelljeje ndaj ujit dhe mjedisit është e pafalshme. Fatkeqësisht, problemet e tilla vazhdojnë të mbeten të pranishme në rajonin e Shkodrës, ndërkohë që është një rajon me potenciale të mëdha turistike.